Një frymë e thellë solidariteti dhe mëshire ka përfshirë këto ditë vendin tonë. Teksa organizata humanitare Dora e Rinis ka nisur një mega aksion humanitar në ndihmë të familjeve në nevojë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Me përkushtim të jashtëzakonshëm dhe ndjenjë të lartë përgjegjësie shoqërore, kjo organizatë ka ndërmarrë shpërndarjen e mbi 100 pakove ushqimore, të cilat do të dorëzohen deri ditën e hënë tek familjet që përballen me vështirësi ekonomike. Kryetari i organizatës, Hasan Ibrahimi, theksoi se ky aksion është pjesë e një vargu iniciativash bamirësie që synojnë të lehtësojnë sadopak barrën e atyre që kanë më shumë nevojë në këtë muaj të shenjtë. Ibrahimi bëri me dije se ky aktivitet fisnik është bërë i mundur falë zemërgjërësisë së bashkëdhetarëve tanë, të cilët, edhe pse larg dheut, mbeten pranë njerëzve të tyre në çdo kohë. Një mirënjohje e veçantë shkon për mërgjimtarët nga fshati Forin, që jetojnë dhe veprojnë në Gjermani, e që janë mbështetës të rregullt të nismave humanitare. Po ashtu, kontribut i çmuar ka ardhur edhe nga donatorë të fshatrave, Balindoll, Korit, Çegran dhe Gradec, të cilët dëshmuan edhe një herë se humanizmi nuk njeh kufi, tha Ibrahimi. Siç e paralajmëruam edhe sot kemi një mega aksion, ditëve që kaluam kemi pas aksione humanitare, po nuk ka qenë të mëdha. Sot kemi një mega aksion, gati deri ditën e hënë do kemi mbi 100 pako ushqimore, ku këto pako të shpërndajmë tek familjet nevojtare që na presin me padurim. Shpresojmë që tek familjet nevojtare të jemi prezent dhe të ju ndihmojmë. Gjithashtu vlen të theksohet se donatorët të shumt janë nga fshati Forin, të cilët jetojnë dhe veprojnë në Gjermani. Janë 3 veta, janë shumë të afërt me ne dhe na përkrajnë gjithmonë. Në lejoni nga këtu ti faleminderojmë dhe ti shpreh falënderimet e mia të sinqerta për përkrajen e vazhdueshme ndaj neve. Gjithashtu kemi donator nga fshati Balindoll, nga fshati Korit, nga fshati Çegran, fshati Gradec e tjerë. Faleminderit shumë dhe me Zotin para shpresojmë të ja dalim sa më lehtë në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Vlen të theksohet që ne do kemi edhe shumë aksione tjera gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Drejtuesit e organizatës bëjnë të ditur se kërkesat për ndihmë janë të shumta në të gjithë Maqedoninë e Veriut, duke reflektuar nevojën e madhe sociale që ekziston. Sipas tyre, një nga zonat më të prekura mbetet Kumanova, ku shumë jetim dhe familje në gjendje të rënduar presin me shpresë mbështetjen e radhës. Aksioni pritet të shtrihet në këtë qytet gjatë ditëve në vijim. Kërkesat janë të mëdha nga të shumta vendet e Maqedonisë së Veriut. Vlen të theksohet Mzor t'i them kështu, kemi qytetin e Kumanovës ku jetimat të shumë na thrasin në telefon, na presin me padurim që ne të jemi prezent. Prezent kemi qenë në Shkup, prezent kemi qenë në Tetov, po sot shpresojmë me Zotin para të jemi në Gostivar, rrethinën e Gostivarit, Tetovës, në Kumanov, nëse në jetë kohë, me Zotin para shpresojmë nesër ose ditën e hënë të jemi sigurt në Kumanov. Organizata Dora e Rinis meriton mirënjohje të thellë për angazhimin e palodhur, transparencën dhe shpirtin e sakrificës që dëshmon në çdo aktivitet. Në një kohë kur solidariteti është më i nevojshëm se kurrë, kjo shoqat po dëshmon se forca e bashkimit dhe e bamirësisë mund të sjellë dritë dhe shpresë në jetët e shumë familjeve. Ky mega aksion nuk do të jetë i fundit, pasi organizatorët kanë paralajmëruar vazhdimin e aktiviteteve humanitare deri në përfundim të muajit të Ramazanit, duke mbajtur gjallë frymën e mëshirës, dashurisë dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit.